23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995 nga UNESCO. Për shkrimtarin Gjiro Kastrito Disekote, është një ditë e rëndësishme për njerëzimin pasi libri është një instrument i pazëvendësueshëm i shpërndarjes së dijeve, pavarësisht triumfit të botës digjitale. Ka një histori shumë të bukur, sepse libri u shpall ditën ndërkombëtare dhe pse u zgjodh pikërisht Cervantesi. Pra, ikja nga jeta e shkrimtarit të madh Cervantes. Historia nis në Katalunjë, ku një traditë shumë e bukur katalunjase ishte që gjithkush që blende një libër i dhurohej një trëndafil. Sigurisht që kjo simbolik dhe vlera që ka libri janë përcjell brez pas brezi. UNESCO e ka shpallur ditën ndërkombëtare 23 prillin për vlerën që ka libri. Mendoni si do t'ishte jeta jonë pa librin. Njerëzimi e mësoi historinë e Trojës më shumë se sa nga historia, nga historianët, e mësoi prej librit, prej shkrimtarëve, e mësoi prej Homerit. Bota mësoi mbi Romën më shumë se sa nga historianët, prej Shakespeare-it. Libri është një mekanizëm, është një instrument i pazëvendësueshëm i jetës njerëzore. Sot libri gjendet në një pozitë të vështirë për shkak të një sulmi dhe triumfi që ka bota digjitale, bota e internetit. Por unë mendoj që kjo fazë do të kalojë dhe ajo që duket si armiqësi midis internetit dhe qelçit digjital me librin do të jenë shumë mirë, shumë shpejt miq të mirë, sepse libri është i pazëvendësueshëm për jetën e njeriut. Lidhja me librin, sipas Kotes, duhet të nisë në fëmijëri. Njeriu rritet në një familje sipas një skenari të përcaktuar nga prindrit e tij dhe pastaj me modele të referenciale që merr nga prindrit, ai vazhdon jetën e tij. Është vërejtur nga të gjitha studimet e ditëve të sotme që fëmijët problematik, të rinj dhe adoleshentët problematik, vinë kryesisht nga familjet, vinë kryesisht nga ai komunitet që nuk e përfill dhe nuk e do librin. Të gjitha komunitetet që e duan librin, të gjithë njerëzit që e duan librin dhe merren me librin që në fëmijëri, kanë një jetë të shëndetshme, kanë një jetë kreative, janë të suksesshëm në jetë. Pikërisht për këtë vlerë, libri është i pazëvendësueshëm. Mendoni ç'do të ishte jeta jonë pa librin. Nëse një person i cili në jetën e tij mban, ruan 30 ose 40 ngjarje në kokën e tij dhe pastaj ikën nga kjo botë, ai që lexon libra, ruan dhe ikën nga kjo botë me 30, 40, 50 ngjarje të cilat ai mëson përmes librit. Pikërisht sasia e madhe e ngjarjeve që ai mëson përmes librit i jep atij më shumë mundësi krahasuese, i jep atij më shumë mësime nga jeta, i jep atij më shumë mesazhe që ai merr përmes librit. Dhe ai ka një pasuri të madhe në jetën e tij. Kjo është vlera e vërtetë e librit. Ndërsa mesazhi që përcjell në këtë ditë u drejtohet të gjithë brezave. Mesazhi im për gjithë brezat, sidomos për brezin e ri, sidomos për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, sidomos për gjimnazistët dhe adoleshentët është: lexoni sa më shumë libra. Në botë, familjet ndahen në dy kategori. Familje me bibliotek në shtëpi dhe familje pa bibliotek në shtëpi. Familjet me bibliotek në shtëpi janë familje të cilat jetojnë mirë, kanë standarde jetese, kanë një jetë të shëndetshme, kanë një jetë me perspektiva të përcaktuara qartë, në fund të fundit janë e ardhmja e botës. Lexoni librin. 23 prilli është përcaktuar si dita e librit, pasi kjo datë lidhet me ndarjen nga jeta të Cervantesit, Shakespeare-it, por gjithashtu edhe me lindjen dhe vdekjen e shkrimtarëve të tjerë.